Vargu qendror për predikimin sot është vargu 25. 1 Korintës 15 deri vargu 25. U thuhet për Krishtin, sepse duhet që ai Krishti të mbretërojë, derisa t'i vërë të gjithë armiqt nën këmbët e veta, sepse duhet që ai të mbretërojë, derisa t'i vërë të gjithë armiqt nën këmbët e veta. Tema sotme është mbretërimi i Krishtit, fillimi i mbretërimit të tij, fitoria e mbretërimit të tij dhe fundi i mbretërimit të tij. Pra fillimi, fitoria dhe fundi i mbretërimit të Krishtit. Kur fillova të përgatitesha këtë predikim, nuk e dija që gjatë javës para predikimit të ballafaqoheshim me realitetin e vdekjes së një motre jonë. Armiku i fundit që do të asgjësohet për vargu 26 është vdekja. Por deri tani vdekja është vërtet armiku i fundit. Gjë që do të hasim me të gjithë. Vdekja nuk është e natyrshme. Vdekja është paga e mëkatit, kemi lexuar tek Romakët 6. Paga e mëkatit tonë. Ashtu si erdhi vdekja me anë të njeriu, sepse ashtu sikurse në Adamin të gjithë vdesin, përfshirë unë dhe ti. A ka qëllim të fuqisë së vdekjes? A ka dikush që mund të evitojë vdekjen? Nëse nuk do kthehet Krishti shpejt, ne të gjithë do vdesim. Të tjerë do të na çojnë në varrin tonë, derisa të kthehet Krishti. Sepse ka një që çliron popullin e tij nga vdekja. Me njëherë pas vdekjes në shpirtat e tyre. Edhe kur kthehet Krishti, ai do të çlirojë, shpengojë edhe trupat e tyre. Kjo është shpresa jo. Gjë që është e vështirë për të pranuar. Nëse ka ardhur për herë të parë në kish, apo ndoshta në kuje, apo në hapat e parë, ai fakt i ngjalljes së Krishtit, ai fakti ringjalljes së trupave është një gjë shumë e vështirë për të besuar. Po kjo është vërtet zemra e besimit të Krishtit. Krishti ka të fuqi për të shpenguar nga vdekja, sepse ai mbretëron. Kur erdhi Krishti, mesazhi i tij i parë ishte: mbretëria e qejve është afër. Edhe kur ai pas vdekjes u kthye përsëri në tokë, mes i shepërve të tij, ai nuk tha mbretëria e Perëndis është afër, por ai tha mbretëria e qijve ka ardhur dhe është tani. Sepse Ati në qelor më ka dhënë mua çdo pushtet në qell dhe në tokë. Çdo pushtet. Mbretërimi i Krishtit filloi kur Krishti, ndërmjetësi, kishte përfunduar punën e tij këtu në tokë, si predikues, si vuajtës, kur vdiq të kryq, kur u gjallë, ai kishte përfunduar
punën e tij në këtu në tokë. Edhe si shpërblim, si pas premtimit të Atit, i Ati i dha Krishtit çdo pushtet lart në qell. Kjo kuptohet, sepse aty është vendi i tij. Po edhe këtu në tokë. Krishti sunon. Prandaj vargu 25 fillon me një fjalë e prekshme, sepse duhet që ai të mbretërojë. E keni Biblia hapur? Duhet ai të mbretërojë. Me detyrë, duhet. Kush i ka dhënë atë detyrë? Fjala dei në greqisht është fjalë që tregon një detyrë hyjnore, një detyrë prej Perëndis. Është Perëndia e cili ka shkaktuar, ka detyruar Krishtin të mbretërojë. Jo si një detyrë të rëndë, si një punë, jo, është si një shpërblim. Ai duhet të mbretërojë, sepse ai meriton. Është për lavdimin e tij që ai të mbretërojë. Ai ka vojtur aq shumë, po pas që gjallë nga vdekja, duhet të mbretërojë. Kjo faktikisht është edhe një përmbushje të një profecie nga Danieli 7, që kemi lexuar në muajt e kaluar disa herë. E do lexojmë disa vargje me Danieli 7. Danieli 7, vargje 13 dhe 14 thonë këtë. Danieli tha, unë shikoja disa vegime nate, dhe ja, biret e qelit po vinte dikush që i ndjante një bir njeriu. Ai arriti deri tek i lashti i ditëve, Ati qellor, dhe ju afrua atij. Ai biri njeriu afrohej me atin e tij. Pse afrohej? Sepse biri i njeriut ishte qenë poshtë, këtu në tokë. E duke u ngjitur lart, afrohej me atin e tij, dhe ati, do të biri i njeriut, ati ju dha sundimi, lavdia dhe mbretëria me qëllim që gjithë popujt, kombet dhe gjuhët t'i shërbenin. Sundimi i tij është sundimi i përjetshëm që nuk do të kalojë, dhe mbretëria e tij është një mbretëri që nuk do të shkatërrohet kur. Pa Danieli në një moment ku kishte shumë trazira politike në botë, shumë regjitje për të gjithë kombet. E Danieli pa, por sundimi është në duart e këtij biri njeriu, sepse ati qellor i lashti i ditëve i ka dhënë atij çdo pushtet. E kur Jezu Krishti, pasi kishte qenë 40 ditë këtu në tokë, u ngjit lart në qiell, një festë shumë e rëndësishme për Krishtin. Ai mori çdo lavdi qellore, edhe plotësohej Psalmi 110 vargu 1. Zoti i thot zotërisë tim, unë në të gjastën time, derisa të bëj armiqtë tu stolt të këmbëve të tua. Edhe një herë, Zoti, ati, i lashti i ditëve, i thot zotërisë tim, Krishtin, ulu në të gjastën time, derisa ti bëj, tha ati, armiqtë tu stolt të këmbëve të tua. Pra të gjithë ata armiq të përkulen nën stolin e birit të Perëndis. Ky është realitet. Pra fillimi i mbretërimit është i Krishtit, është gjallja e tij, fitoria e tij këtu në tokë, ngjitja e tij lart dhe marrja e tij të çdo pushteti në qiell dhe këtu në tokë. Bret është ky mbretërim
ka filluar, edhe vazhdon tani. Si në kohën e Danielit, edhe sot ka shumë pushtete të herta, shumë trazira politike, ku ne mendojmë për situatat në lindjen e mesme, për rreziqet, për luftën aty, për vegat, armet që përdorin, vërtet, kemi frikë që lufta e tretë botërore mund të jetë afër. Kur mendojmë për zgjedhjet në Rusi, apo në Amerikë, apo në vendin tonë, ne mund të mbasim shpresën. Edhe mendojmë çfarë fat të keq pritet bota. Po, retërimi nuk është në duart e një personi në From, në Moskë, apo në New York, apo në Bruxelles. Retërimi i kësaj toke është në duart e sigurt e Krishtit. Në ato duart që kanë qenë të gozhduara në kryq. Ai ban gjërat në duart e tij. Pra, atëherë se motra le të ngrejnë kohën. E të mos shikojmë tek ato gjëra që të na tregon gazeta apo televizori. E të ngrejnë kohën. Edhe presim atë që po vjen në rrethë që Krishti, birin e Perëndisë. Ai ka merituar çdo pushtet. Shpresa jonë është tek ai. Ai ka hequr velin nga fytyra e kombëve. Ai ka hequr velin. E prandaj kombët kanë filluar të pranojnë fjalën e Perëndisë, ungjillin e Jezu Krishtit, mesazhin e faljes së mëkateve, thirrjen për të penduar. Popujt e kanë filluar të pranojnë veli që ishte mbi kokën e çdo kombi është hequr. Krishti është në front. Dhe prandaj holandezët, amerikanët, brazilianët, shqiptarët kanë pranuar ungjillin. Para 33 vjeç Shqipëria tha nuk ka Zot. Kështu janë rritur të oshuarit këtu brezin e dy. Por Krishti ka hequr atë vend, edhe ka vepruar edhe këtu në Shqipëri një veprim të mrekullueshëm. Edhe ndoshta në Amerika për Holland ka qenë një kohë me më shumë liri, por edhe ne personalisht kishim nevojë që të hiqen veri ynë nga koka, që edhe ne të pamë, edhe të pranojmë të vërtetën e ungjillit. Edhe besoj ka patur ka njerëz këtu, që para 5 vjetësh, tha, unë nuk ish asnjëherë në jetë. Edhe para 25 vjetësh, ata që janë pak më të moshuar kanë thënë të njëjtën gjë. Unë nuk ish asnjëherë. Edhe tani, ti përdor Krishti, sepse ai ka filluar mbretërimin e tij edhe në jetën tënde, edhe në zemrën tënde. Mrekullisht, jo nga iniciativi, por nga iniciativi e tij. Kjo është hir sofran i mbretërimit të Krishtit. Ky është fillim. Para ai do të ketë një fitorie gjithashtu. Sepse vargu 20 thotë, po tashti, Krishti u ringjall prej së vdekurisht dhe u bë fryt i parë i atyre që kanë fjetur. Që kanë fjetur kupton, që kanë rënë në vdekje. Një fjetje fizike dhe shpirtërore. Dhe ai u bë fryt i parë i atyre që janë ngritur nga vdekja, që janë ngjallur. Ai është fryti i parë.
Po nuk kupton që përpara atij nuk janë gjallur njerëz përsëri, ka disa, edhe në vjetën e tjetër, edhe gjatë punës së Krishtit, po Krishti është i pari në kuptim që ai është i lartë. Ai është baza, rënja e ringjalljes së të tjerëve. Nëse Krishti nuk do të ishte ringjallur, edhe ata të tjerë nuk do të kishin mundësi për të ringjallur. Krishti është zanafila e ringjalljes. Dhe për shkak të tij, disa persona në mënyrë të mrekullueshme janë gjallur. Edhe për shkak të tij, të gjithë që kanë fjetur në Krishtin do të ngjallen. Kështu të gjithë, thot vargu 22, do të ngjallen në Krishtin. Kështu eri, tha vargu 21, ringjallja e të vdekurit me anë të një njeriu, me anë të Jezusit. O secili sipas radhës së vet. Krishti fryti i parë. Pastaj ata që janë të Krishtit në ardhjen e tij. Në ardhjen e tij. Kjo është frazë shumë e shkurtër, po ardhja e tij kupton që atëherë ata që kanë fjetur në Krishtin do ngjallen. Ato varre që janë të mbyllur, që ndoshta të harruar, nuk janë të harruar nga Krishti. Dhe fryma e tij të ngjalljes do të zgjohet ata njerëz e do të ngjallë. Kjo do të jetë një ngjarje shumë e madhe. Edhe shumë më shëllueshme. Sepse Pavli në një letër tjetër tek drejtuar Thesalonikasve shkruan këtë. Sepse Zoti ju vetë me urdhër, me zë krye engjëlli, me burinë e Perëndis do të zbresë nga qielli. Dhe të vdekurit në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët që mbetemi do të rëmbehemi njëkohësisht në rreth me ata për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Të bashkë të ardhmen, por thot Pavli, ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Kështu të ngushëllojmë familjen e anketës. Këtu të ngushëllojmë njëri tjetrin nëse dikush prej nesh do të viste nesër pas nesër. Ngushëlloni me këto fjalë. Vdekja nuk ka fjalën e fundit. Krishti ka fjalën e fundit. E ajo fjala e fundit është zgjohu! Në varë. Se të tjetë një i, edhe nuk duan të humbas tu për jetën e përjeqë. Nëse lohë në përtimet e Krishtit, a i fiton. Por, para se të bëhet kjo, bota do të kalojë një periudhë që quhet mundimi i madh. E dim çfarë është mundim. Çdo person këtu ka mundim. Apo studenti në universitet, ta që janë me fëmijë, apo me prindër të moshuar, ku përballeni me vështirësitë e jetës, me probleme shëndetësore, ekonomike, me marrëdhënie të prishura. Mundim e kemi të gjithë. Por do ketë një kohë mundim të madh, ku të gjitha fuqitë gjallëzore e njerëzore do të kombinohen dhe do të sulmojnë Krishtin, besimtarët, që do të duket sikur do të zhduket. Mundimi i madh në fazën e fundit të historisë të kësaj bote. Danieli kishte thënë në kapitullin e 7, ata do të shqitojnë fjalë kundër shumë të lartit. Do të përndjekshin turët e shumë të lartit, me qëllim të shfaros, dhe të mendoj të ndryshoj kohra dhe ligjin. Shintorët do të bien në duart e tij për një farë kohe, disa kohë, dhe për gjysmë një kohë.
Në pa lajmërim, që vërtet një përndekje do të mbjerë mbi Krishtin. Në barë bota. Që një takim si që kemi sot, i hapur, duke ftuar njerëz për rreth, nuk do të jetë më i mund. Që kisha do të përndiqë. Edhe besimtarët që nuk janë besimtarët me ditë zemër, do më të janë vetëm me dukje, do bien, do rëzohen, do largohen, edhe do ngelet. Ajo tuve vogël, që do të mbrohet në Jesu Krishti, marrimi i mirë. Ajo kisha fokë, ajo tufë, të më shënohet, sepse vargu 24 thot, ai pasi të ketë asgjësuar çdo sundim, çdo pushtet e fuqi. 3 gjëra që do të asgjësohen çdo sundim. Bota është plot me përpjekje për sundim. Ekonomike, financiare, politike, ushtarake, ka plot përpjekje për pushtet, për sundim. Ndonjëherë luftojnë me njëri tjetrin, ndonjëherë kombinojnë me njëri tjetrin për një sund të fundit ndaj Krishtit së Perëndisë. Kështu do të jetë në fund fare. Sundimet që tani janë në kundërshtim me njëri tjetrin do kombinohen për të sunduar Krishtin. Por Krishti do të asgjësoj çdo sundim. Edhe çdo pushtet. Pushtet ka. Ka njerëz me pushtet politik, ka njerëz me pushtet ekonomik apo financiar, ka njerëz me pushtet filozofik që ndikojnë studentët e universitetit. Gjatë javës, diç një ateist në Amerikë 86 vjeç mësoi që deri në momentin e fundit ka mohuar ekzistencën e Perëndisë. Ka shkruar aq shumë libra në formën popullore që qeveria e Hollandës e ka merituar me një çmim të veçantë para vitesh. Një ateist që ka ndikuar mirave. Ata që mbajnë teorinë e evolucionit, së Richard Dawkins, të lojë. Çdo pushtet të tillë do rësohet. Krishti do të asgjësoj çdo pushtet. Edhe fuqi. Kur flitet për fuqi, flitet për ato fuqi të binatyrshme. Ne ndoshta themi quhen magjike, por që faktikisht janë prej demonësh. Dhe ato pushtete, ato fuqi që ndikojnë jetën tonë, me të ditur apo pa të ditur, ato fuqi do asgjësohen. Magjia nuk ka kuptim. Forca gjallëzore ekzistojnë, por duhet ekzistuar. Edhe duhet të dimë që në fund, Krishti do t'i asgjësoj. Ai do të hedhë te demonët që shërbenin së ta. Sepse duhet që ai të mbretëroj, derisa të vërë të gjithë armiqt në këmbët e veta. Përveç sundimit, pushtetit dhe fuqis, ka akoma një armik të fundit, të katërt, që duhet asgjësuar. Vargu 26 thotë, ai armik i fundit që do të asgjësohet është vdekja. Sepse në asgjësimin e atyre armiqve të tjerë, shumë do vdesin. E kur i fundi armik i Perëndisë, ai i fundi njeri ka vdekur, atëherë vi Krishti. Edhe ai do të asgjësoj edhe vdekja. Në kuptim që vdekja nuk do të ketë më fuqi, pushtet,
por do të vijë gjykimi I fundit, edhe atëherë protestohet çfarë është shkruar në vargun 54, edhe prishja ku të vesh mos prishjen, edhe kjo e vdekshmja ku të vdes pa vdekësin, atëherë do të realizohet fjala që është shkruar, vdekja u përpi nga fitoria. Vdekja u përpi nga fitoria e Krishtit. Vdekja nuk ka fjallën e fundit. Si do të jetë fundi I mbretërimit të Krishtit? Kur ai do të ketë vënë çdo gjë në këmbët e tij sipas Psalmit 8, Krishti do të kthehet. Varret e fëmijëve të tij do të hapen së pari. Ata do të takohen me shpëtimtarin e tyre në ajër e pastaj ai do të vijë me gjithë trupin e besimtarëve këtu në tokë. Nuk ka një kthim të dytë. Ka një kthim I tij. Pastaj do të hapen edhe varret e tjera. Varret e atyre që nuk ka besuar Krishtin. Edhe ata do marrin trupin e tyre. Po jo për mirë, po për keq. Atëherë do të ka një ngjarje shumë madhështore. Që nuk di të përshkruar, po që do të përjetojnë në atë ditë. Sepse ti dhe unë jemi prezent në atë ditë. Nuk do të ketë njeri që do të evitoj ditën e gjykimit. Atëherë, Krishti do të ndalojë midis deleve të tij, kundërshtarëve të tij, midis ndjekësve të tij dhe armiqve të tij. Ai ka thënë kur ishte këtu në tokë, mblidhni më parë ertrën, lidheni në duaj për ta djegur. Djegur. Por grurin futeni në hambarin tim. Hambarin tim. Sa fjallë e butë. Krishti ka një hambar, e na I do të mbledh çdo kokër gruri që është I tij atë hambar. Me duart e tij, ai do t'i ngrumbëlloj e do t'i tregoj atit të tij. Këta janë të mia. Kam bërë shpengim për ata. Nuk do të humbasen. I shpëtoj. Pastaj do të bëhet gjyq, tha Danieli përsëri. Dhe do të hiqi sundimi, I cili do të asgjësohet dhe do të shkatërohet për jetë. Ai sundim botëror. Pastaj mbretëria, sundimi dhe madhështia e mbretërive në të gjithë qejtë do të jepen popullit të shenjtorëve të shumë të lartit. Populli I Perëndis do marrë pjesë në mbretërimin e Krishtit. Mbretëria e tij është një mbretëri e përjetshme, e të gjitha zotërimet do t'i shërbejnë dhe do t'i binden atij. Kështu vëllezër e motra, përmes gjykimit, mbretërimi I Krishtit do të arritet në kull. Që në emër të Jezu Krishtit të përkullet çdo gjuhë I krijesave ose gjërave qiellore, tokësore dhe nëntokësore, dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krisht jo I Zot, për lavdi të Perëndis. Thot Filipianëve 2. Gjuha atyre ateistëve do të rrëfej me shumë mërzitje. Dhe I dhe ky Jezu Krishti është Zot, por unë ta futem në storin e tij, sepse kam refuzuar gjatë jetës të tij. Krishti do të fitoj. Edhe fitoria e tij do të duket haptas dhe gjerë ndaj të gjithë. Edhe si nuk grumbullohen ata mira njerëz nuk e dinë. Por të gjithë ata gjunë e përkullen para Jezu Krishtit. Në atëherë, çështja
e fëmijëve të tij, që ishin të përndjekur, që ishin në rrezik ditë pas dite, do të duket të jetë çështja e Jezu Krishtit shpëtimtari i tyre. Dhe ai do t'i drejtësoj para syve të botës. Ky dhe kjo nga fëmijët e mi, unë i kam shpenguar nga fuqia e vdekjes, nga fuqia e mëkatit. Ata janë të mijët, edhe unë do t'i mbledh me vete në ambarin tim. Ati im qelor, mi kishte dënë përpara atë emërimit të botës. Ata janë të mijët. Edhe secilin që më ka dënë ati, e kam shpenguar. Edhe kështu lavdia e Jezu Krishtit do të ngrihet më lart se mali më i lartë i kësaj bote. Edhe të gjithë pashtë të kundërshtim do të pranojnë të madhështi qelore që ka Krishti. E ne do të këndojmë fëmijët e Perëndisë, lavdinë e tij, breti i mrekullueshëm. Kjo nuk është e fundi, sepse vargu 24 tha, pastaj do të vi fundi kur ai t'ia dorëzoi mbretërinë Perëndisë atë. Edhe vargu 27 thot, sepse Perëndia i vuri të gjitha në këmbët e tij, por kur thot se diçka ishte nënshtruar, është e qartë që përjashtohet ai që i ka nënshtruar diçka. Dhe kur të ketë nënshtruar, thot vargu 28, diçka, atëherë biri vet do t'i nënshtrohet atij që i nënshtroi diçka. Që Perëndia të jetë diçka në të gjithë. Ata rilexojnë pak në emrat e tyre, të jetë më kuptueshme, sepse Perëndia i vuri të gjitha nën këmbët e të birit. Por kur thot se diçka i është nënshtruar të birit, është e qartë se përjashtohet ai Perëndia që i ka nënshtruar diçka të birit. Dhe kur të ketë nënshtruar diçka, atëherë biri vet do t'i nënshtrohet atij që i nënshtroi diçka, Perëndisë. Që Perëndia të jetë diçka në të gjithë. Si ta shpjegoj nuk e di, por me imagjinatin time mendoj që Krishti të ketë mbretërimin e tij të duart e vet. E ai të transferoj gjithë fitoren e tij atit qelor të tij. Dhe Krishti do t'i nënshtrohet atit të tij. Ndoshta mendoni, si mund të nënshtrohet Krishti atit? Shiko këtu, duhet të shohim Krishtin si ndërmjetësin, si shpenguesin, i cili ishte dërguar nga ati i tij për të kryer këtë vepër shpëtimi. Dhe kur ai ka kryer plotësisht, ai do të kthehet tek ati i cili e dërgoi, edhe thot, o ati, ka përfunduar punën që ti më ke dhënë. Këtu ka të dashurit e tu. Edhe pas atij do të ketë mira njerëz, nga Adami deri të fundit, që janë shpenguar nga anë të gjakut të tij, Krishtit, që janë shpenguar nga dora e Satanit, sepse ati qelori ka dashur nga përjetësia. Edhe atëherë Krishti do t'i thotë atit, kam kryer punën time. Të gjithë ata që ti më ke kishin dhënë, i kam shpëtuar. Nuk kam humbur asnjë prej tyre që ti më kishe dhënë. Po ati këtu i ke. Këtu i ke. Merri në duart e tua. Edhe atëherë ati do të thotë ejani në pranimin time. Ejani për festën time. Ejani në mbretërinë time. O faleminderit birë, ti ke plotësuar vërtet të gjithë ato që unë të kisha dhënë. Edhe të një duket fitimi për lavdinë time. Këto janë fjalë njerëzore. Ati do të i bëjë në një mënyrë më të mrekullueshme. Çdo fëmijë i Perëndisë
do gëzohet dhe nga zhvillohet në një mënyrë të pashpreshme. E në atëherë, ati do të jetë gjithçka në të gjithë. Në çdo zemër, që Perëndia kishte fituar gjatë jetës këtu tokësore, në atë zemër, Perëndia do të jetë gjithçka. Edhe këtu në tokë, që ishte mbushur nga shumë fuqi gjallëzore dhe pushtete njerëzore të gabuara, Perëndia do të mburojë këtë tokë në mënyrë të re me praninë e tij. Që gjithçka në këtë tokë të jetë e Perëndisë. Edhe jo vetëm në këtë tokë, por në gjithë rruzolin e universis, Perëndia do të mbushë gjithçka me vetë. Të gjithë krijimi, të gjitha krijesat do të përdojnë Perëndin, jo për një orë apo për një ditë, por në jetë të jetë, pa urdhër, me shumë kënaqësi. Perëndia të jetë gjithçka në të gjithë. Kjo është ardhmja e djegësve të Zotit Jezus. Kjo është ardhmja e vetë Zotit Jezus. Shpëtim, adora e djallit. A kemi ngjerë në jetën tonë që ishin në duart e të ligut? A jeni ngjerë jashtë? A keni përjetuar atë proces? Rilindje, atë proces ndërgjegjësimi? A kemi ngjerë? Sepse sundimi i Zotit Jezus në jetën tonë nuk fillon në ditën e fundit, por fillon këtu. Kur ai na ngjerë nga fuqia e errësirës. E kemi përvetësuar që kemi farë. E kemi lavdëruar atë që jemi për të kryqëzuar në emrin tonë, për shpëtimin tonë, ditë që për jetën tonë, për ngjalljen tonë, ditë që por gjithashtu për drejtësimin tonë, për ngjalljen, beson këtë, e kemi përvetësuar që ky Krisht është imi. Kjo kërkon një përgjigje nga ju të gjithë, sepse ne mund të themi gjithë kisha do shpëtohet, po, pra jemi ne, një anëtar i gjallë e kësaj kishe. E si mund të përgatisim për atë ditë? Ketri do të thotë në letrën e dytë të tij, duke u shenjtëruar. Sepse Krishti do të jetë vendri i një nuse, edhe ajo nuse do stolliset në mënyrë më të bukur se sa ndonjë nuse këtu në tokë. Veshja një nuse mund të kenë një njohë apritas. Po veshja e nusës së Krishtit do të jetë pa njohë. E i vetë kujdesen ti. Por fëmijët e Perëndisë do përpiqen të shenjtërohen, të jetojnë në mënyrë të bardhë, të mos të preken, a kjo bëhet më. Kjo është përgatitja jote, të përkojnë shenjtërohen. Edhe të jo të jetojnë dhe kokën lartë, me shpresë. Do t'ju lexoj përfundimisht vargjet nga 20, zbulesa 20, vargjet e fundit, dhe nga kapitulli 21, vargjet e parë. Dhe deti i dha të vdekurit që ishin në të. Dhe vdekja dhe ferri dha të vdekurit që ishin në ta. Dhe u gjykuan secili pas veprave të tij. Dhe vdekja dhe ferri u hodhën në liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë, e vazhdueshme, që nuk do të ketë fund. Dhe nëse ndokush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u hodh në liçenin e zjarrit.
vazhdon tonë. Dhe pash një qell të ri, dhe një dhe të ri, sepse qeli I parë dhe dheju I parë shkuan, dhe deti nuk është më. Dhe unë gjoni pash qytetin e shenjtë Jeruzalemin e ri që zbriste nga Perëndia prej qelit, që ishte bërgati si nuse e stollisur për burin e saj. Dhe dëgjova një zë të madh prej qelit që thoshte, ja, tabernakulli I Perëndis me njerëzit, dhe ai do të banojë me ta, dhe ata do të jenë populli I Tij, dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi I tyre, dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre, dhe vdekja nuk do të jetë më. As brend, as prit, as dhimbje, nuk do të ketë më, sepse të para shkuan. E të ngrojmë vlerën e Motrat me këtë shpresë. Amen.